e sa shembëshin parasyve tonë, dhe njëkohësisht po është se sa e vështirë është të bashkëpisuar pritjet e një partije që ka histori, që ka blok, që ka krenari dhe me gjitha që ka shpresë. Në ato momente njeriu i ka dy rrugë. Ose të mbyllet në vetë dhe të përkajësyen, fajtor e justifikime e më pas shpërthej, dhe më pësoni po të dënte do t'i gjente letë, ose të dalë para njerëzit vetë dhe të pranoj se politika nuk është gjithmonë e drejtë. Se përpjekja nuk shpërblihet gjithmonë me njëherë dhe se pavarësisht të gjithave, përgjegjësia nuk ndohet me askënd, përgjegjësia merret. Është familja ime, është vendi ku shumë prej jush, edhe unë, veçantë unë, kemi mësuar çfarë do të jetë durimi, respekti, porosiya dhe besimi tek njeriu. Të dashur delegat, rezultati që na solli këtu nuk erdhi nga një gabim i vetëm, as nga një notë e vetëm, as nga një vendim i vetëm. Ai erdhi ka dalë si grumbullim, si peshë që rëndohet çdo ditë, derisa një ditë e kupton